kem themelu një komision I cili po merret me pikimin e pikave kyçe, ku problematika ku I kem pas për këto vështrime. Pra na jena duke e skanu gjende që vështrimet në të ardhmen mos me ndodhë. I kem 19 pika ku na I kem detektu fakt që janë problematika ku edhe ka pasur vështrime. Puna ime e parë si kryetar komune, në javën e parë si kryetar komune, ka qenë anulimi I një tenderi me vlerë prej 450.000 euro që është hapur nga komuna për deponit, për eliminimin e deponive ilegale dhe njëkohësisht kam thirrë në ndihmë Korporatën Energjetike të Kosovës, pra KEKun, ata me janë përgjigjur dhe ne I kemi eliminuar 29 deponi ilegale në barë komunën e Biliqit. Ne po vazhdojmë të kujdesemi për ambientin dhe njëkohësisht edhe po bëjmë përpjekje sa më të madhe që qytetarët të vetëdijsohen dhe të mos hedhin beturina vende pa vend. Kjo është një situatë e trashëguar më parë, dhe sigurisht që gjatë mandatit tonë nuk do të ndodhin gjëra të tilla, do të kujdesemi në përpjekje për ambientin. Në veçantë do të shtojmë kujdes veçantë shtratit të lumenjve,